Në fshatin Mushan, në njësinë administrative Dajç, për mbytyjet e fundit kanë sjellë një goditje të fortë për banorët. Toka mbjell dhe serat, që për shumë familja ishin burimi i jetesës, janë shkatruar nga uji i rrëmbyeshëm. Një nga ata që po përballet me pasojat më të rënda është Hamza Mlloja, 72 vjeç. Ai tregon se dëmet janë të mëdha dhe se ndihen braktisur. Unë jam kënë në Itali. Tash kur kam ardhur, kam gjetur ujin deri do. Edhe tokën mbrapa se e kam pas me të nuj, edhe serën me të nuj. Ndaç dele shife serën se nuk njet më. Prej ka vjen, ti më thoni prej ka vjen ky ujë. Leja se nuk ka qarkullim ujë, po kja vrejon prej argjenaturës. Ti e shef edhe sot, orë se e ke tokën me të nuj. Një shto kam me në argjenaturës, kam 5 dëllim tokë. Jo unë, po janë shumë familje, diku që ka lullum, diku që ka janë, kush nuk e kanë për këtë punë, as me pa se qa është bon. Ashtu janë tokat edhe poshtë, ashtu janë tokat ka urelat, se që ka mu bon, zoti e bot mija. Diku i ka shkaktu, që ai që e ka pas lullum, ai ka maru, ai që e ka pas janë dhe Andrej, që i shto kretë. Serën aty që e kanë da spina këtë da gjona, që mi bon s'kam që i baj. Nena vjen vetëm prej shkarkimeve, hidrocentraleve. Se prej shionët na nuk mytna, kur? Vetëm prej hidrocentraleve. Ata në që se thojnë, shojmë 1000 metër kup ujë në sekund, dhije mirë se lëshojnë 1500. Nuk e diftojnë realitetin në shëherë. Se për një natë me të shtu i metër ujë, nuk e shtu i shionët. A i thot se dëmet janë të papërballueshme, sidomos për një njeri në moshë si ai, që jeton vetëm nga ajo që mbjell. Sipas tij askush nuk ka ardhur t'i pyes për dëmet dhe as nuk ka marrë ndonjë ndihmë apo mbështetje. Qa kena me kërku në me? Na kena me kërku se një ata hidrocentrale ti mojnë pakten në kota, mos i qojnë kus van mater, qoj e ujnë të po qojnë ka dëjnë. Se ne na tojnë e zone për mëtën gjithmonë. Por na nuk jena se kena orë sot sparit. To e në qysh me baballar toni me tonë, i to kena jetu. Po si janë të ndodhit a punë, kja nuk ka ndodhë qysh në 2012, 2010, 2011, 2012 që i ndodhi resht, edhe i tesh. Se s'kena pas. Dëmet në serë dhe tokat e mbjella kanë lënë pak shpresë për shumë familje dhe banorët e Mushanit shpresojnë që dikush të marrë masa sa më parë për të ndihmuar dhe për të parandaluar përmbytjet e tjera në të ardhmen.